Udhëheqës të Partisë Socialdemokrate të martën nisën misionin që t'i sigurojnë të paktën 1000 nënshkrime për t'i dorëzuar në KQZ për certifikim. Deri në mesditë këta thonë se veç kanë siguruar një pjesë të mirë të firmave, përmes të cilave do mund të kthehen në garë pas 3 palë zgjedhjesh pa uzë. Unë besoj që kuvendit i mungon opozita dhe për këtë arsye Partia Socialdemokrate ka vendosur me garu për opozitë. E di që s'është e zakonshme, e di që s'ka ndodhur ndonjëherë në Kosovë, po ndoshta bashkë që s'është e zakonshme, bashkë që s'ka ndodhur asnjëherë, është e dobishme. PSD tani më e ka të qartë formën se si do t'i hyjnë garës. Partia Socialdemokrate garon e vetme për shkak se as nuk kemi pas kauzat përbashkëta me të tjerët, e as nuk kemi ngjashmëri ideologjike me të tjerët. Derisa PSD ka ndarë mendjen për garën, një tjetër Parti Socialdemokrate ende nuk ka marrë vendimin për zgjedhjet e 7 qershorit. Antarët e kryesisë së nismës së shpejti pritet të takohen për të diskutuar rreth këtij procesi, i cili është komplikuar pas refuzimit publik të PDK-s, që t'u hap derën qoftë për koalicion, qoftë për bashkim në listën e saj. Si pas një njohësit të çështjeve politike, afati fare lehtë mund të mbyllet pa u arritur asnjë koalicion, përveç një marrëveshje eventuale të LDK-s me Vjosa Osmanin. Po nuk pres që do të ketë ndonjë lëvizje të madhe prej zhvillimeve zgjedhjeve të kaluara në 10 orë të vitit të kaluar. Ndoshta ndryshimi i vetëm, nëse mund të them kështu, do të jetë kthimi i zonjës Osmani brenda lidhjes demokratike. Derisa partitë diskutojnë, afat për regjistrim të koalicioneve kanë veç deri më 7 maj, ndërsa për regjistrim të listave zgjedhore deri më 12 maj.